Bregdeti i Darzezës u kthye të dielën në një pistë të vërtet garash me kuaj. Në aktivitetin e zhvilluar në kuadër të festave të 28-29 nëntorit, morën pjesë 16 kalorës nga gjithë Shqipëria, Lugina e Preshevës dhe Kosova. Sipas organizatorit Indrit Plangaj, gara u zhvillua me pjesëmarrjen e 4 klubeve sportive. 16 garuesit e të cilëve garuan në 3 gara shpejtësie me një gjatësi prej 2 dhe 3 kilometra, ndërsa ka apeluar për më shumë vëmendje nga shteti për të mbështetur sportin plot adrenalin të hipizmit. Ka ardhur koha që vendi ynë të përfaqësohet edhe në turne ndërkombëtar, ka theksuar Plangaj. Mendojmë që ja kemi arritur qëllimit dhe shpresojmë që në të ardhmen të organizohen kampionate të tilla, duke ofruar të apasionuar pas kuajve, sepse qëllimi i kësaj gare ishte me rastin e festave të flamurit dhe të afrojmë sa më shumë njerëz të lidhen me kalin. Çfarë përfaqësoi gara e sotme? Atëherë, gara e sotme është organizuar për nder të festave të flamurit, organizuar nga klubi Kalorësit Ilirian në Shkodër, në bashkëpunim me Hipodromin Gizone dhe me klubet e kuajve të qytetit të Fierit. Cilat janë sfidat për të ardhmen? Sfidat për të ardhmen. Shpresojmë, mendojmë në bashkëpunim edhe me shtetin, qeverinë, që sportin e hipizmit ta çojmë përpara. Pse jo mos të garojmë edhe në Europë. Ndërkohë në përfundim të aktivitetit, i cili u ndoq nga qytetarët të gruponshave të ndryshme, u shpallën për të 3 garat 9 fitues të vendeve të para, të dyta e të treta. Por fjeraku Beso Shkrela me Kalin Luna ka fituar për të disatën herë radhazi, duke krijuar ovacione tek të pranishmit. Kalorësi fitues u shpreh emocionuar, duke u bërë thirrje gjithë apasionuarve pas hipizmit të bashkohen këtij sporti të veçantë. Kam marrë vendin e parë me Lunën, edhe jam shumë i gëzuar. Nuk është era e para apo jo që jeni Kam kampion? bërë shumë gara dhe kampion, domethënë herë për herë jam. Pastaj më vonë Për të sajtën herë jeni kampion? Me vite flas. Derisa morëm me këtë sport, u bën vite. Për sa vitesh me këtë sport? Kam filluar që moshën 15 vjeç, që mor gara me kuaj të racës, domethënë arab, anglez edhe anglo-arab. Çfarë do të sugjeroni gjithë apasionuarve pas hipizmit? Është një adrenalin më e mirë për njeriu që hek streset edhe hek çdo gjë ankoth që mund të ketë njeriu. Është sporti më i mirë, më i dashur për njeriu. Kali është. Vija bregdetare e plazhit të Darzezës është kthyer shpeshherë në pistë aktiviteteve të ndryshme sportive.